أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ختم الطحاوي رحمة الله عليه ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. Pasi që të cekëm me herët se Allah I madhruar është I gjallë, pastaj është Qayyum, I cili qëndron vetvetiu dhe s'ka nevojë për askë dhe nuk flan dhe nuk kotet. Dhe thamë sa të dy janë emra për emra më të mëdha të madhit Allah. Azza wa Jall, bile thuhet se janë emri më I madh I Allahut. Pra cek sifatëm të cilat përshkruhet I madhi Allah, me të cilat dallohet për krijesave të tij, anëpse dhe nato sifat apo cilësi që Allah I madhruar I ka dhe në emra për ngjan me krijesat e tij, megjithatë nuk do të thot asnjëherë sa të jenë të njëjta. Pra e mohon ngjashmërinë mes robit dhe mes Allahut, mes krijesës dhe krijuesit në mënyrë të prerë. Pas kësaj, cek cilësive të cilat veçohet Allahu. E prej tyne, El Hayyu El Qayyum. Prej tyne, Allahu është khaliqun bila haja, wa raziqun bila mu'na. Thamë se është krijuesi pa nevojshëm. Nuk ka pas nevoj për askë, apo thoj ndryshe, pse I ka kriju e krijesat, asnjëherë nuk është arsye, as mund tjetë nevoja e krijuesit për të krijuar diçka. Dëshira, vullneti është tjetër, ndërsa nevoja është diçka tjetër. Ka krijuar pa pas nevoj për askë. Dhe Allahu është furnizues bila mu'netin, furnizon pa vështirësi, përderisa tëna krijesat e tjera, sa do të jenë të pasura, krijesat e tij, dhe sa do të jenë bujare, prapse prap lodhen, mundohen, hjekin, sa do të qoftë pak. Ndërsa Allahu jep dhe furnizon pa kur farë vështërsie. Pastaj thamë Allahu I madhruar është mumita I cili jep vdekje, dhe se vdekja është e krijuar. E ka kriju I madhi Allah vdekjen dhe ka kriju jetën, dhe është ai I cili ringjall pa asnjë vështërsi. Në vazhdim thot Allahu I madhruar edhe më tej ma zale bisifatihi qadimen qable khalqihi, ka qeni përshkruar me cilësit e tij para se të krijoj krijesat e tij. Po don me thonë, ne po besojmë që Allahu ka qenë, por krijesat janë ma vënd krijuara, vën.
cilësia e krijimit a është e vënshme a e hershme? Nëse themi është e hershme, do me thonë është e vjetër sa dhe vetë Allahu e pa fillim. Të njëjtën gjallë të folurit e tij dhe rënë cilësitë e tij kështu me radhë. Po në anën tjetër, ajo ka fol krijesave të tij, si Gjebrailit, Ademit, po dhe krijesave të tij kujna ka dashur. Deri te Musa dhe deri te pejgamberi alayhi salatu wassalam. O guxojmë të themi se këto cilësi tina janë treja, pasi që kanë ndodhur më vonë, apo janë djetra edhe sa vetë Allah i madhruar. Ku themi djetra të hershme, do me thonë pa fillimshme, gjithmonë. Se i vjetër, kemi cek më herët, nuk themi Allah është qadim veç i vjetër. Nuk themi. Se kur thush i vjetër, vjen diçka që është më i ri. Por për me shpjegu nuk ka dërt, me tregu për mënyrë shpjegimit, as jam nuk e ka Allahu i vjetër. Se vjetrohet, vjen diçka më i ri. Ka pas prej fraksioneve, si Mu'tazilit dhe të tjerë, të cilët kanë thënë se këto cilësi janë treja. E ky po don me tregu se besimi e ehlis sunetit është kësaj në pika shumë të shkurtra. Allahu i madhruar gjithmonë ka qenë i pajisur me cilësitë e tina qabla khalqihi, para se me i kriju e krijesat e tij. Pra, cilësia e krijimit ka qenë në lartmadhërinë e Zotit prezente, por s'ka kriju. E pse s'ka kriju, apo pse s'ka fol, nuk do të thot pse i madhi Allah Azza wa Jall nuk ka qenë fals, nuk është cilësu me folje, me të folur, dhe me të dëgjuar, dhe me të furnizuar, dhe kështu me radhë. Për atë arsye vazhdim thot, lam yazdad bi kaunihim shay'an lam yakun qablahum min sifatihi. Asgjë nuk i është shtuar Allahut në asnjë mënyrë, as pak, as shumë, kur gjë. Pasi ka kriju krijesat, nuk është shtu me kur gjë që s'ka qenë më herët. Po mirë ka kriju, tash më herët s'ka kriju. A në qka? Apo tash ka fol, atër s'ka fol. Po mirë, s'ka ka lidhje kje punë. Nëse dikush për neve sot rrim që të derin drejk dhe nuk flet, dhe ne nuk e ndëgjëm që ka fol. Kur vim nesër, e ndëgjëm se flet. A mund të them që ati njeriu se kës pas ka fol më herët? Apo e përshkruat se është fals? Po për momentin s'ka fol, s'ka pas nevoj. Se ka heshtaj, nuk do të thëtë se s'ka fol. Se të folurët nuk e ka cilësit vetën. Për kunder, asajna me qenë do një sabi vogël beb, i cili nuk di me fol. Apo me qenë dikush e cili është i smut, ka penges një të folur, dhe nuk mund të flet, e pastaj i largohet e vitohet e penges, apo rritet sabiu, fëmiju dhe anis me fol, atëherë themi, s'ka pasil cilësinë të folurit, ta sheka, s'ka dit me fol, ta shumësu. Për që ta cilësia është e reje që tash, ndërsa këpse s'flet, sot kësë do me fol, amo, pëse s'flet, hesht, këtë cilësinë të folurit e ka. Pra dhe Allah, pëse s'ka fol, nuk do thëtë se ka pas cilësinë të folurit, po dhe pëse s'ka kriju, nuk do thëtë një asnjë mënyrë pëse se ka pas cilësinë të krijuarit, cilësia të krijuarit, të folurit, rrezikut dhe të tjera kanë qenë te i madhi Allah Azza wa Jall, sepse janë cilësi pjesë, nëse mund të themi, e lartmadhërisë të madhit Allah që Zoti përshkruat me të prej fillimit. Keni kujdes, këtu mund të jenë për dikën pak sa të pak kuptuar, dhe janë çështje pak sa filozofike, por fraksionet e bidatxive kanë dalë për i dinit për çdo çështje. Kanë dalë për i dinit sepse ai i cili thotë
se Zoti ka diçka të re dhe diçka ka të vjetër, apo të hershme. Ka diçka që ka kriju ma vonë, pasi që se ka pas, ja ka kriju apo ja ka bë veti, del prej dinit. Lidhe me këta është të folërit e Allahut, sepse për shembull Kurani nuk ka qenë. Kurani kur është Kurani? Kurani është 1500 vjet. E mirë, e Allahu Azza wa Jalla kur e ka folë këtë Kur'an? Dhe rreth kësaj tani sa mendimet janë dhënë mes njerëzve. Për atë arsye ai ka dalë mesela tjetër lidhe me çeta, që na vjen pak më vonë, po kalim the. A është folurit e Zotit, gjithsesi Kur'ani, makhluk i krijuar apo është i hershëm? Dhe ulemaja e Ahlusunnetit që thon kam i madh dhe i vogël, dhe kanë mbrojt edhe me gjak e kanë mbrojt, se kanë hongër burg dhe gjak dhe ndek, atë parem se Kur'ani është pjesë e fjales së Zotit, e cila është e hershme sa dhe vetë Allahu, dhe se ai i cili thot se Kur'ani është makhluk i krijuar, pra i vanshëm, ai është kafir. Pse? Sepse një pjesë, një cilësi, që se ka pas, që për cilësive të madhe të Allah, nëse mendon se është e krijuar, e nuk ka qenë më herët, apo se ka pas më herët Allahu, ai është kufër. Pra të arsye ky pare me pak fjalë, por është tepër me rëndësi. Cilësitë e të madhit Allah kanë qenë në të madhin Allah, në lartmadhërinë e tina, të hershme, atë sa është edhe hershëm, Allahu gjithsesi pa fillim, ani pse ato në praktik nuk janë çfaqur, se s'ka ardhur koha me qitë Kur'anin. S'ka ardhur koha me krijuar njerëzit, sepse ai vetë pastaj gradualisht i ka krijuar edhe cilësia e krijimit, cilësia e furnizimit, të folurit, e kështu me radhë janë çfaqur më vonë. Gjithashtu kedhalike la yazalu alejha ebedijen, dhe ato cilësi do t'jenë gjithmonë të njëjtën përqysh janë të hershme, janë edhe të vënshme, dhe ato nuk përfundojnë asnjëherë. Thot, këtu janë me preashtim, apo nuk Allah i madhruar ka dhe cilësi, të cilat janë cilësi të zgjedhura, të vepruarit të Zotit. Kur do në qfaq, kur do nuk i qfaq. Si për shembull, hidhrimi tina, gëzimi tina, zbritja ti në qiellin e dunjas, el-istiva, ngritja tina mbi arsh, janë cilësi sahi që kanë ndodhur ma vonë, por janë cilësi të vepruarit të tij. Cilësia të vepruarit. E cilësia të vepruarit ndryshon prej cilësisë e cila është në lartmadhërinë e tij na. Sepse Allahu kesh, po nuk rën gjithë të kesh. Allahu hidhrohet, por nuk rën gjithë të hidhru. I hidhrua nuk rën gjithë. Te bareke o ta'ala. Allahu nuk ka qenë mbi arsh, se vetë ka thonë. Sepse me pasin gjithmonë mbi arsh, dhe me thonë arshi është i pa krijuar. Është jo, arsh është i krijuar. E ka kriju arshin, fronën e tina. Thumma stawa alal arsh. Pra të arsye Allah vetëm në Kur'an, Allahu është ai i cili ka krijuar qiejt dhe tokën për 6 ditë, thumma stawa alal arsh, pastaj, do me thonë ma vonë, istawa alal arsh është ngritur mi fron. E si e qysh dhe tek është ngritur mi fronën e tij, në të rështën qështët të cilat nuk i kap mendja njerijut, as nuk mund njerijut të imagjinoj. Për atë arsye Imam Maliku rahmetullahi alejhi e ka dhënë një definicion të shkëlqyeshëm kur është pyet për ajetin kuranor thumma stawa alal arsh në suratul Araf dhe surat Yunus, se Allahu është ngritur mbi arshin. Si është ngrit? Thot,
الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. Ngritja e të madhit Allah në mbi arsh është e njohur, e pranuar, e vërtetuar me Kur'an, e dëshmuar prej pejgamberit alayhi salatu wassalam, e besuar prej sahabëve krejt dhe e punë është e kryer, e njohur, malum, është e njoftun të muslimanët. El-istiwa malum, wal kayf për mënyra se si është majhul, e panjohur. E panjohur. As nuk I ka të regu pejgamberit të ti, as se ka të cekë në Kur'an se, dhe as nuk në ka të regu neve. Është e panjohur. Bile, o sualu anhu bid'a, edhe përpjekja për ta kuptuar si është Allah është bidat. Sepse ata të cilët kanë mohue istivan ngritjen e Allahut mbi arsh, kanë thonë pëse është e mundë, njëri jo ka me qenë ullun, ja ka me qenë kom kërëq, ja ka me qenë kom të shtrita. Pse? Tja po imaginën, kësar të thusht fërë diçka t'il, e imaginën vetë vetën ta nda po ndo një kryes tjetër. E ne kemi thonë fillim, dhe deri në fund, se Allahun nuk përngjahet me kryesat e ti. Ska diçka që e përngjahen të madhet Allah. Andaj më së lëbë, se s'mundësh me kuptu, sepse nuk në ka zbulu neve atë qështje. Ka diçka që e ka rujta për vetë vetën e ti, dhe nuk ka të regu krijesave të ti. Në mënyrë që krijesat e ti, mës të njofin kretë në detalet madhin në Allah për shdo gjanë nuk dënë. Allah është më I madhë, se sa që ka mundësi, që kemi thane përthakue, mendje njeriut, të pamërit e njeriut, të dëgjuarit e njeriut, është më I madh. Për atë arsye nëse na vjen edhe neve më vonë atje, për atë arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam anë pse ka fol me Allahun dhe vesh një perde ka pas, kur ka qenë Miraj, prap pa nuk e ka pa. Sepse nuk e përballon syrin njeriut me pa nurin e të madhit Allah. Bile dhe Musa alayhi salam edhe kena vjen më vonë. Kër e ka lutë Allahun o Zot, po du me të pa, Allah e ka thonë, lën të rani, walakin indhur ila al-jabal, fa in istaqarra makanahu, fa sawfa tarani, falamma tajalla rabbuhu lil-jabal, ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. I tha jo, ti më pa jo. Mirë pashë që kodrën, nëse aje që nesër më ngjashk, nëse ajo shëqohat kodër, nësa ajo vazhdon të qëndroj në vendin e saj, të do të më shahësh. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal, por kur Allahu në pjesë të nurit të ti, e ja zbuloj kodrës, kodra bohi e plahën, edhe Musa të pa kodrën I ratë fikt, kur e pa kodrës që është ka bëhet, se se ka shkrihet. Për ta pejgamberi ka thonë nur, kur është pyetja ke pa Allahun, qysh me pa Allahun nur, të bareke o ta'ala, dhe s'po më në shëhdilin që është krijes e vogël e të madhët Allah, po më nëshme pa krijusin s'mundesh. Se dhe që tjetë. Pra, el-istiva malumun, ngritja fa istiva është I njohur, mënyra është e pa kapshme, e pa njohur, edhe pyetja për të është bidat. Por me gjithate, Allah ka cek se këtë cilësi e ka I madhi Allah azza wa jall, cila pastaj cilësit cilat ndodhen një kohë dhe nuk ndodhen një kohë tjetër. Apo në hadith shefatit atje, ka ardhë fjala për ditë kiametit, kur të rinjallën krijesat e Zotit hadithi gati shefatit, që shkon njerëz të Ademi alayhis salam, ran, dhe se cili prej ty në thët, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla. Allah është hidhruar sot atë shumë sa që kur më herët nuk është hidhruar, e as nuk do të hidhruar. Pra është për qatë kohë hidhrimi këtë ashtë cilësi. Sepse ti kur je hidhruar për momentin e themi filani ishte I të përshkruajmë se je hidhruar.
Dhe me thonë që atë cilësi të hidhrimit të ke. Mas 5 minuta apo 5 orëve të kesh. Tash nuk themu që filan është i hidhruar, por themi filan është i disponuar. Pra dhe Allah i madhruar, me pasjen që është të hidhruar, edhe në këtë dynja që është ditën e kiametit, e kishtë shkatëruar këtë botë mëti. Por në këtë botë nuk është i hidhruar. Herë hidhrohet, për atë arsye atje Allahu ka thonë, për evrejt për shembull, apo një pjesë tyne është hidhruar Allahu ndaj tyne. Është hidhruar ndaj tyne, edhe hala hidhrohet. Ndaj do një robi cili thën ligjet e Zotit, po në anën tjetër kënaqet me rob të tjerë. Pra ndodh cilësi e cila ndodh në një kohë dhe jo në çdo kohë tjetër. Dhe kështu me radhë cilësi tjera, të cilat ndodhen kohë pas kohë. Thot Imam Tahawiu në vazhdim rahmetullahi alejhi, për ta sqaruar këtë, leysa ba'da khalqi al-khalqi istafada ism al-khaliq, wala bi ihdathihi al-bariyah istafada ism al-bari. Pra emrave të Allahut është al-khaliq, krijues, al-bari, shpeks, që shpik diçka, që s'ka qenë më herët. Po këta dy emra me cilësitë e tyre, me shpikje dhe me krijim, nuk i ka fitu Allahu pasi ka kriju krijesat e tij, apo pasi i ka shpikur ato pa qenë fare. Sepse thamë Allahu ka qenë i përshkruar me këtu cilësi edhe pa i kriju krijesat e tij edhe më herët. E Allahu bën çka don, krijon kur të don, çka të dën. Çka thon Allahu Azza wa Jall, Dhul Arshil Majid, Allahu është pronar i fronit i arshit të madh, fa'alun lima yurid, bën çka të dën. Çka të dën vepron Allahu Tebareke wa Taala. Dhe kërë ka përshkru Allah vetë vetën se ai krijon çka të dën dhe gjithmonë ka mujt me kriju dhe ka pas si e krijimit, ka thonë afa men yakhluq kaman la yakhluq afala tadhakkarun. A është i njëjtë ai i cili krijon me ata që nuk krijon? A nuk ndalni ju me mendu? Allah është ai i cili krijon, po dhe sa të krijon çka të dën me dish. Është i barabartë me ata i cili nuk krijon asnjëherë, Tebareke wa Taala. Thot vazhdim Imam Tahawiu rahmetullahi alejhi, lehu ma'na ar-rububiyyati wa la marbub, wa ma'na al-khaliq wa la makhluq. Pra Allah i madhruar është i përshkruar me Rabb, është Zot. E Zot do me thonë kur dikush e adhuron, e madhron atë. E mirë kës ka pas kërkush, kush e ka madhruar, s'ka qenë Zota? Ka qenë Zot edhe atëherë. Tebareke wa Taala. Edhe ka qenë Khaliq, krijues para se të krijoj. Ashtu qysh ka qenë Allahu, sot Imam Tahawiu në vazhdim, muhyil mauta ba'dama ahya. Ka qenë ai cili i ngjall të vdekurit pasi ka krijuar. Ende pa i vdekur prap, për të ringjallur sërish. E ka meritu Allahu këtë emën pa i ringjall ende krijesat. Gjithashtu thotë ka meritu emrin, apo i ka përkit, i përket, do shta ma mirë me thonë, emri krijues para se të gjinë të krijoj ato krijesa të tij, Tebareke wa Taala.
Kaq deri këtu, sepse kem temë tjetër me fol pak më gat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar.